e mi, ju përshëndes nga kuzhina jon këtu në Rrezë Dielli. Kam zituar me vrap dhe kam ardhur për të parë se çfarë është duke bërë zonja Tefta. Në fakt më ka vënë ca gjëra të mira përpara që është e vështirë të rezistosh, por kur të jenë të gatuara do të bëhen edhe më të mira, apo jo zonja Tefta? Mirë se të gjej një herë. Mirë se edhe. Është kënaqësi gjithmonë që jemi bashkë dhe që nga njëra ditë në tjetrën bëjmë receta të veçanta, siç do të bëjmë dhe sot apo jo? Po, besoj, ashtu duhet jetë. Jo kaq modeste tani. Ashtu duhet jetë. Atëherë, ne do të përgatisim sot, do bëjmë një pjatë, në cilën do ketë... Shumë gjëra. Po, do ketë qifqi, për të cilin ne do të tregojmë përsëri, kemi marrë tiganin, i cili është për qifqit, do më thënë janë situash qofte me oriz karakteristike zonës Gjirokastrës. Vetëm Gjirokastra i bën këto. Edhe, si të tuash, në shtëpit e tyre, qëndrojnë këto tigan të varur, edhe ky tigani që na ke sjell sot, edhe ky që është 120 vjeçar. Ky erdhi si ai zogu që papritur të vjen tek dora dhe e mbërthen, si të tuash, e mban dhe e fut në kafaz. Një zonjë shumë dashamirëse është treguar që na ka sjellë këtë. Shumë dashamirëse, e cila më tha që zonja Tefta, këto tiganet, apo një nga ato tiganet e Gjirokastrës e kam edhe unë në shtëpi. Do të ta sjell. Kështu që unë, megjithëse e luta, i thash do të ishte shumë bukur, sikur t'i gatuanin bashkë në studio. Unë nuk kam mundësi, kështu që më dha tiganin, i cili është bakër, edhe është prej kaq vitesh që tash. Edhe i ka dhajisur, ë? Edhe i ka dhajisur, po patjetër që duhet jetë i ka dhajisur. Mirë atë. Dhe kështu që do bëjmë qifqit, kemi zier orizin, e kemi bërë gati, do ta lëm pak fare të ftohet, dhe për këto qofte duen vezët, në gjysmë kile oriz, 7 kokra vezë, 8 kokra vezë, si ta marri dhe orizin, në mënyrë që mos të qullet shumë, se veza e mbledh në fakt, edhe i jep formën. Gjithashtu, erza karakteristike e këtyre qifqive është djozma apo nenegjiku. I freskët ose jo. I thatë pra, ose dhe i freskët, edhe i freskët. Unë e shoh që e paske boshatisur gjysmën e pak ose la mama. Orizi i mrekullueshëm, la mama, që kanë përbërjen e vetë dhe gjatë zierjes, e lidhë shumë mirë gjithë masën, dhe kokra është e plot, ju e shikoni. E falenderojmë firmën Harilena që na jep mundësinë që dhe recetat tona tradicionale t'i gatuajmë me këto produkte shumë cilësore, siç është dhe orizi la mama. E falenderojmë. Patjetër. Atëherë, për të përgatitur këto qofte, do ta lëmë të ftohet në mënyrë që kur të hedhin vezët, mos na pritet veza, se po u pre veza, po, nuk do të na mblidhen dhe nuk do ta kryej atë rolin e vetë. Do martohet njëri se kur hedhim oriz kështu. Është përmbarësi për ditën e parë të javës. Do martojmë pulën. Po, do martojmë pulën, po. Mirë, pra e tham, piperin e zi edhe nenexhikun. E lëmë njanë derisa të na ftohet pak orizi, në mënyrë që të hedhim vezët. Këtë e lëmë njanë, ja e shojmë, e kemi këtu të përgatitur, të zier. Kujdes duar. Atëre, do të kalojmë në një pjatë tjetër, apo në një pjesë tjetër të pjatës, ku do të përgatisim kërpudat të mbushura. I përgatisim kërpudat, i lajmë ato, i fshim me një picet, i bëjmë gati. Gjithashtu, sa të laj nga këto? Vendosim, do t'i vendosim të kjo tava e vogël, një 4 copë, 4-5 copë. Atëhere, gjithmonë luftojmë që t'i zgjedhim të mëdha, apo jo? Po, që t'i jenë të plota. Unë po i laj këto dhe pastaj i fshim. Po. Do të përgatisim masën që do të bëjmë mbushjen e kërpudave, masë të cilën do të bëjmë me pulë, që mund të agrimcojmë pulën në këtë formë, ose mund të kalojmë edhe në gridje fare. Mund të kalojmë edhe në gridje. Për të cilën na duhet një qep, piperi zi, patjetër, nuk do të mungoj, edhe majdanozi. Ne ndihmojmë me këtë stikën që është e rëndë.
Mbushja është e tillë, pra me mishin e pulës, me qepën. Gjithashtu kemi dhe djatin Guda, apo djatin e picës. Guda ka merë emri nga vetë vendi ku ai prodhohet. Origjina Guda, edhe i ka mbetur ashtu. Pikërisht. Ja, pra, po thuaj se e kemi grirë, por është më i ndjeshëm si thuash në këtë formë. Atëre, do të bëjmë gati edhe qepën. Të cilën e kemi përgati këtu. Ne do e kalojmë në një tigan me vaj ulliri dhe me pak gjallë. Ne vendosim një këtu tiganin këtu, letëri kështu, pastaj e shojmë bashkë. Atëre. Kërpudhat janë gati. Po, Të i lara, kemi të fshi, po, thara. shumë mirë. Tani, në qoftë se duam, mund t'i vendosim edhe në ujë të valuar, pak fare, i zhysim pak në ujë të valuar, në mënyrë që mos na humbas dhe forma gjatë kohës që ato piqen. Mund të bëjmë një tenxhere të vogël me ujë, në mënyrë që, ja, ato është shumë mirë. Me pak ujë të ngrohtë, po. Jo, pak ujë të ngrohtë, pak. Në fundin e tenxheres, sa ta avullojmë pak, edhe e kemi në rregull. Atëre, do të shtojmë pak vaj ulliri. Zonja Tefta, kaq? Po, shumë mirë, lotush ma dje. Në fakt ne kemi gatuar kërpudhat në shumë mënyra. Ka pasur raste që i kemi vënë në furrë dhe pa i kaluar fare në varet nga ajo që do bëjmë. Kjo është një formë shumë e mirë për të mos humbur formën e kërpudhave. Gjatë kohës që ajo piqet, ajo do të bjerë nga volumi sigurisht, por atë rënje e merë këtu më. E merë përpara në ujin e valuar. Atëre, shtojmë këtu vajin e ullirit, gjithashtu do të shtojmë dhe pak gjallë, sepse edhe pula dhe kërpudha e duan si thua gjallëpin. Tek tenxheria kemi shtuar kripën rosa, te kërpudhave. Po, kemi shtuar kripën rosa, që t'japim shijen. Ja dhe gjallëpin këtu. Dhe e kemi bërë gati, do të shtojmë qepën. Kemi ndezur furrën në 200 gradë. Shtojmë pak kripën rosa, sepse kështu edhe ndihmojmë qepën, edhe na bëhet dhe më e butë dhe më transparente. Do të bëjmë gati në një enë të veçantë me renden, do bëjmë gati dhe djatin, ose në qoftë se bëjmë rende, do ta presim në këtë formë, e nejta, ja e shojmë bashkë. Apo e presim, e presim më mirë, e presim më mirë. Ja. Si që është. Zjarri duhet normale, këtu tek kësaj. Zjarri normal. Çdo gjë është mirë të bëhet me zjarr normal, jo shumë fort. Jo me zjarr të fortë, sepse gjithmonë rrëmbehen. Megjithatë varet edhe nga gatimi, për shembull ka pasur dhe gatime që ne kemi dashur për një kohë të shkurtër me flakë të menjëhershme. Ka gatime të tilla, siç mund të jetë peshku, siç mund të jetë kërpudha, që duan zjarr shumë të edhe pak kohë që të qëndrojnë. I kemi shtuar krip qepës apo jo që tani? I kam shtuar. Po, i shtova kripën, do t'i shtoj dhe pak piper të zi.
Pra jemi duke përgatitur mbushjen e kërpudave, edhe pak piper, që t'i japi shije. Po e trazojnë që këto orizin unë që të ftohet më shpejt, ka në një gjë, apo jo? Po, po e hapim, gjithmonë e hapim kështu, që të bëhet gati. Atere, edhe djatin e kemi bërë gati, të kërpudave, edhe do t'i fusim një në ujë të valuar, pastaj duke shtuar atje dhe pak fare limon. Këta e dim tashmë për kërpudat. Na nxihet kërpuda po si shtuam limon, a? Duhet shtuar pak limon patjetër. Atëre i vendosim kërpudat brenda. Kjo bëhet që të marrë një balim edhe të ruajmë, si thua, strukturën e tyre. Në fakt është një farë nderi që të gatuajmë me këtë tiganin. Ka që vjetër, si monument kulture, le të themi. Me sa fanatizëm e ruajnë. Me erdhi diçka shumë... Nga qielli. Po, nga qielli, ka që u gëzova kur gjeta, si thuash. Në fakt është dhe gjë shumë e mirë që familjet... Nuk kanë shqitje t'i kanë të tillë. Po janë në pjesë, le të themi, e fanatizmit të ruajtjes së familjeve tona të mdha, kështu që. Ti e di që unë edhe kam porositur dhe me erdhi tigani dhe si erdhi. Me një disht të thelsi, Tjetër gjë. E po këto i kanë bërë mjeshtrat e dikushëm, kështu që. Po. Në qoftë se më gjenë do të një kapak shpejt, këto këtu, t'ja vendosim kërpudave që t'na bëjnë shpejt. Kërpudave. Jo kërpuda. Atëhere, mirë, shumë e bravo. Faleminderit. Atëhere, jemi duke përgatitur mbushjen e kërpudave me qepën, me pulën. Kemi shtuar këtu pak krip, kemi shtuar pak piper të zi, dhe në fund do të shtojmë majdanozin. Do të kaloj në furrë. E lëm derisa e shohim që masa është skuqur. Ka marrë atë ngjyrën karakteristike. Mirë, shohim dhe recetën në ekran tani që t'i ndihmojmë anvisat më shumë. Patjetër. Për njërën nga recetat, pra filetoja e pulës me kërpudha, të mund ta marrin shënim me çfarë po e bën zonja Tefta. Mirë. Çfarë na duhet? Atëre, me kullesen edhe një nga tasat që kemi të qelqit. Bukur. Majmë dhe kërpudhën që ka valuar. Po. E kalojmë këtu. Kujdes mos digjeshti. Pra pak. Valon ujë, i hedhim kërpudhat, i kthejmë nga dy anët dhe është në rregull. Këtë s'po e vëm kaq na duan. S'ka gjë, ato po bëjmë vetëm. Sa për pjatën tonë? Po. Nuk ka asnjë problem. Në rregull. Pra e skuqim masën. Ja, e shikojmë, qepa është bërë transparente, e lëm dhe në këtë qast. Mirë. Bëjmë gati kërpudat, duke hequr pjesën e bishtit. Ti bëjmë kështu si kupa? Po, patjetër. Ajo pjesa e bishtit mund të grihet e mbushje? Se pjesa vetja është në fakt. Po, pjesa vetja është, patjetër. Në ngjyrë të bukur ka kjo masa. Po, ashtu duhet marri. Nuk është as me salt,
Jo, është kemi lënë në ngjyrën e vet, kështu Po. në ngjyrë si të bardhë të çelët. Patjetër. Edhe aromën e kanë dhënë shumë të mirë kërpudhat. Mirë, shë? Mos duhet ta kalojmë pak ai zjarri më i fortë pak? Mirë, ja e hapim këtë pllakën Mund tjetër. t'ishte. Se sa po thoshim që kërpudha do pak më të fortë flak. Kaq? Po. Po ne nga meraku që mos Atëhere? prishim punë, Po. e lam nga dal. Shtojmë dhe kërpudhën këtu, pasi do të marrë dhe shije masa. Bëjmë gati dhe tavën në cilën do ta vendosim. Majdanozin e kemi gati apo? Po, gati. E kemi. E ka grirë zonja Tefta më përpara që ta ketë në Po, rregull. patjetër. Gjalpin pak, t'i lyejmë pak nga jashtë me gjalpin. Edhe një furç kam aty më duket. E kam djesë. Nëse e shohim këtu. Ja, e kam këtu. Na ishte fshehur furça. Se e kisha ndjerë. Ja se e shohim në të pasojë. Një lyejmë kështu nga jashtë. Pra kemi përgatitur masën e mbushjes me qepën, me pulën, fileton e pulës të grimcuar. Gjithashtu kemi edhe pjesë nga kërpudhat. Kemi kaluar kërpudhat pak në ujë të valuar me limon, në mënyrë që mos të bjerë masa, apo forma. Po, shumë mirë është. Ta heq? Tani e heqim. Ashtu e vendosim aty. Edhe majdanozin besoj ja shtojmë. Edhe majdanozin patjetër. Tani që ka rënë nga flaka. Mirë, e majmë të Sa tavën të afër. bukura na duken këto Pak, kërpudhat kështu. kemi bërë pak. Atëhere. Disat pastaj e din vetë se sa duhet për pjesëtarët e familjes, nga sa copë mund Po, të bëjë. unë e kam shënuar atje në gramatur. Po, për recetën që dhanë. Po. Kemi shtuar dhe majdanozin, e trazojmë mirë. Piperin e zia kemi hedhur që me qepën. Po. Pastaj e provon. Çdo kush e provon dhe e hedh sasin që duhet. I mbushim fort, duke i futur dhe anash. Kërpudha ne kemi thënë që vërtet që s'ka atë kalori që ka mishi, por shkon shumë me mishin. Po, Me vlerat i- pulën, me vlerat mish i ka viçi, shumë të- me... Vlerat i ka të mëdha, po nuk ka Pikërisht. kalorinë, ato që ne nuk na Pikërisht. duhen. Kështu që jemi në rregull. Pikërisht. Ja, pra, Më duket dhe orizin a uftozën, ja edhe orizi u këto. Do t'i bëjmë tani, t'i kalojmë në skuqe. E heqim dhe këtë. Atëre, si që kemi menduar, Pra djathtin do t'ja vëmë sipër, që t'i po, shkri. patjetër. Dhe ta lëmë derisa të shkri djati. Po. Ja, në këtë formë. Djati do të shkri, do të veshi edhe kërpudhën, edhe masa është gati.
Po besoj nuk duhet të qëndrojnë shumë në furrë, si me ndonë zonjë? Derisa të shkri djati. Sepse janë gjysmë të gatuar. Furrën neve e kemi ndezur në 200 gradë, tamam? Po, e nxehtë. Po. Tani do ta fusim brenda në atë nxehtësi që është, do ta ulim temperaturën, do ta ulim në 180 deri në 170 gradë dhe i lëm. Furra është e nxehtë, edhe e ulim temperaturën, shikoj këtu pak. Sa duhet? Edhe 170, s'ka problem. E kemi 170. Atëre, kalojmë në përgatitjen tjetër me vezët, orizin, djozmën, apo nenegjikun, të thatë ose të freskët. Ne e hedhim në këtë formë. Si quhet ky proces shu e shkërmoqi? Po. Nga degët? Këto janë që thahen vetë. Më mirë kur e bëjmë kështu direkt. Jo, edhe kjo e thara ka një aromë shumë të mirë. Por edhe me të freskët sigurisht. Po, qifqit originale e duan djozmë të freskët apo kështu të tharë? Edhe të tharë bëjnë. Nuk është në një kusht? Nuk është kusht. Mjafton të ketë djozmë. Po, çdo gjë e freskët ka shijen e vet, apo jo? Është më e mirë. Ja. Edhe e freskëta po të duam. E ke marrë në dy variante. Po. E ka marrë vetë në dy variante. Ja. Këto mund të heqim pastaj. Këto njihen tani më në të gjithë Shqipërinë, këto lloj qoftesh, apo jo? Po, dihen që janë Gjirokastrës. Edhe dihen që janë ka ato të Gjirokastrës, po. Tiparet e veta. Atëherë, do shtojmë piperin e zi. E kemi këtu? Është një luk të vogël aty. Nuk kishte shtëpi që të presi mikun pa qifqit. Po. Se këto janë më... Atëherë, e trazojmë mirë dhe do shtojmë vezët. Do shtojmë një nga një vezët? Po. Tani, ajo që ka specialitetin e saj, edhe që i njeh si duhet, një aroma në mbërtheu, apo jo. Ato gjirokastritet i bëjnë pa parë, do me thonë. As për masa, as për... Ja, e kanë i kanë mësuar, syri, dora e mësuar. Ndërsa ne, që se kemi në praktikën tonë, rezervohemi, po vejza i mbledh. Kemi hedhur 2, një dhe një 3, një dhe një 4, i trazojmë mirë, gjithmonë duke i trazuar pa i rrahur. Ja, pra kjo është masa. Edhe me një pesë, s'kemi hedhur... Nuk e kemi hedhur gjithsesi në orizit? Nuk kemi hedhur gjysmë kile oriz të plot. Po, më pak. Kemi hedhur më pak. Kështu që jemi në rregull. Do i shohim për kripën, ndonë se e kemi zjerë orizin dhe me krip. Pra kjo do t'jetë lloji i masës, kështu duhet t'jetë. Ndoshta dhe më të përmbledhura. Po, këto më lidhen në tigan. Atëre, ndezim zjarin, apo plitkën, apo plakën. Ca i mbledhim ne, ca mblidhen atje? Po, ca i mbledhim ne, ca mblidhen atje. Në rregull. Vetëm që duhet të mbajtur një çik. Shumë interesante janë, apo jo? Shumë të veçanta. Të shikojmë si do t'i bëjmë ne, se po na shikon, po na ndjek edhe zonja. Të shohim rezultatin, unë do t'a kem kur të shkoj në shtëpi që të më thotë, po jo moj zonjë, ose po mirë moj zonjë, bëre shumë mirë. Shpresojmë që t'na thonë mirë. Tani ta mbaj unë tiganin? Do më ndihmosh pak që, sepse nuk e ka vendin e vetë, si thuash. Më duket se. S'ka gjë. Po ne do t'i lëm të
të në nxehë tigane. Po. Kujdes mos të digjesh ti një. Jo. Unë këtu jam, unë jam në distancë. Mirë, sikur morim duket, ë? Ja ta shohim tani. Se çdo të bëjmë. Me vaj ulliri i bëhet, ë? Po. Edhe me vaj të zakonshëm, po vaj ullirit sigurisht. Jo, e kam fjalën vaj, jo gjalp. Jo, me vaj. Mendoj që e kam të sigurt të gjë. Me vaj. Mirë. Besoj ne i kemi plot. Me atë madhësin sa që duhet janë këto grofëzat? Janë të përcaktuar ato grofëzat. Dhash dhe unë një dorë më në fund mbajta bishtin e tiganit. Do dhe pak, ë? Po. Një minutë mos të pengoj. Jo, s'ka. Po, do të marrë një si spatull që t'i kthej. Ti nxjerrim pa u prishur forma e tyre. Akoma duan? Do dhe pak. Sigurisht të ikin drejt ato. Vetëm që mbaj pak tiganin drejt, mos na iki vaja ndër tek. Po. Shumë më më pak. Më duket se kemi vënë në mes që të bjerë flaka tek të gjitha njësoj. Mirë. Këto në fakt bëhen zjarr. Po. Ju vjen zjarri nga gjitha anët. Për shumë unë mbaj mend që mamaja ime, po. O në vatër, ose mamaja ime do ndizte një zjarr jashtë në obor, edhe do t'i bënte qifqit. Pra duan zjarr mjaftueshëm. Duan zjarr mjaftueshëm, po patjetër. Unë dyshoj pak, se dyshoj. Ç'ke bërë? Ne e thuaj. Dyshoj ke sasia, që të dalin ato të rumullakta të mira, që marrin formën e... Formën ovale, po. Marrin formën ovale, po. Duhen të fyre me lugë, me sigurisht. Mirë, ja lugën e kemi, e provojmë. Nëse e mbarim që t'i ktesh në më. Ndërkohë që do të mbarojnë së skuquri, qoftet, apo qifqit, që do të themi, do të përgatisim dhe salatën për të përgatitur pjatën. Apo jo. Këto i heqim, nuk na duhen, vetëm kjo na duhet, edhe ky piperi, në rregull. Bëjmë gati në një tas, e nejta këtë tasin e inoksin, të përgatisim dhe salatën, edhe të madhin apo? Ato të voglin që është atin. Të voglin? Po, mjafto. Mirë. Këto i heqim të gjitha, marrim këtë. Afër. Në rregull. Pak fare sa për një pjatë. Kjo është forma karakteristike
e qifqive. Shumë. U bënë si shduhet. Në rregull. Atëherë. Si do ta bëjmë sallatën? Tani do të bëjmë një sallatë me sallatën jeshile, me rukola, me një moll jeshile, edhe me salcën të përgatitur me vajin e ullirit, mollën pak, lutem. Shumë mirë. I kemi larë. Mos harrojmë që kemi dhe kërpudhat në furrë. Po, Dhe më patjetër. duket se I kemi kanë shumë gati. në çast. I kemi kapur në momentin e shkrirjes së djathit, Në ë? çast, po. Që do t'i heqim. Ja se i hequm. Jo, kujdesi mos më digjesh. Se ke thikën në dorë prandaj. E pash. Kujdes se mos të digje. Kaq mirë. U bën të Ja, mrekullueshme. një moment. E vëm këtu dhe i kemi. Edhe i Gati kemi. për në pjatë? Po. Gati për në pjatë, duke i hedhur pak fare nga Ma jep thikën? piperi i kuq, në mënyrë që t'japi një pamje tjetër, ë? Shumë pak. Mos na digjen këto, se po na gënjejnë. Ja, dhe këto i kemi gati. Sikur e morën formën, ë? Po. Janë Dhe tamam. se digjen edhe duart e tua. Janë në formën karakteristike të qifqive. Tani nuk ka që më thot zonja mua fare. Përveç se unë që e falenderoj shumë për këtë që bëri. Një veprim shumë dashamirës. Shumë. Se në fakt nuk është e lehtë që të nxjerrësh një tigan të tillë traditë Pikërisht, familjes, kjo më është- shumë se një shekullor ta nxjerrësh Pikërisht, nga dora, po. Kjo është arsyeja. Mollën do ta presim Po. ashtu siç është, ë? Mos duhen hequr ato? Po, do t'i heqim, e mbyllim zjarin, i lëm nxehtësinë e vet. Dhe do t'i kalojmë tek Te kjo pjata me letra, letër, ë? po. Në mënyrë që Që të na sitet ajo yndyra. yndyra e tepër, po. Ja dhe këtë. Do të shtojmë këtu gjethet e rukollës. Gjithashtu vajin e ullirit. Pak aceto. Ne do bëjmë përzierjen. Ja. Shumë mirë i kemi. Kemi në rregull. Forma është ajo që deshim ne. Po. Atëre, do të marrim një tas në të cilin do të shtojmë pak nga utulla e koncentruar. Unë po hedh pak për arsye të masës që kemi. Pra sa heqim kemi bërë. Pak fare nga kjo utull e rushit. Do të shtojmë vajin e ullirit. Do të shtojmë kripën dhe piperin e zi. Edhe pak piper të zi dhe do të rajmë. Që të bëhet kështu kremoze, ë? Po, patjetër. Do ta raj me piru apo? Me një pirun. Pirun me rasen. Nuk ka problem se është hasi e pakët, Po, si ta kemi më të lehtë? Ja. E rajmë që të bëhet një mas, mos e të shkëputur, vaj nga utulla. Kjo është dressing që e njohim ne. Në gjuhën ndërkombëtare Në gjuhën të ndërkombëtare. kuzhinës. Një salcë.
Më thua të drejtën, ajo domatja të ka shpëtuar nga dora, apo e vën vetë atje? Po, më ka shpëtuar nga dora. Ka ikur këtu? Shumë e vërtet. Duket sikur dekoron tryezën, po janë e marrim dhe vëm me shoqet. Atëre, e hedhim masën. A mund të bëhet me limon kjo? Po, si jo, që bëhet me limon? Pyeti ishte Jo, bëhet. Se mos është gabim, se varet këto kombinimet e shijeve ju i dini më mirë. Jo, bëhet dhe me limon, molla e pranon dhe limonin edhe utullon. I trazojmë mirë, të marri shijen e duhur, dhe kemi gati, vetëm për të shtuar, apo për të ndryshuar një ngjyrë, mund të shtojmë pak nga domatja, pak fare, për të ndryshuar pak ngjyrën, si thuash. Apo jo? Po mirë, ja e shtoj. Një pjesë. Pak tull domate. Po. Dhe kemi gati pjatën me të gjitha ato që vendosëm për ta përgatitur. Pra kemi bërë një pjatë në cilën kemi përgatitur kërpullat, qit edhe salatën. Apo jo? Ne afrojmë pak, se na duket sikur po na largohet? Po na largohet. Tani, fantazia është e çdo kujtë, nuk mund të thuash që kështu duhet ta bësh patjetër. Këtë se themi dot. Ka dhe nga ato që janë shumë rigoroze, thonë unë duhet ta bëj siç e ka bërë zonja Tefta. Marrin modelin. Unë falenderoj shumë. Apo i falenderoj shumë ato që më ndjekin edhe i bëjnë gjërat. Si thua i pëlqejnë. Ashtu sikurse themi neve. Apo veprojmë ne. Kjo është një sallatë e thjeshtë, fare e thjeshtë. Është shumë e shijshme me mollën jeshile, me rukola dhe me sallatën jeshile. Ne pak do të shtojmë këtu. Pak dhe nga kjo pjesë e domates. Edhe kemi në rregull. Atëherë, do të vendosim këtu edhe I ke lidhur mirë recetat e traditës me ato që mund të jenë më të kohës, pak më moderne. I ke bashkuar në një pjatë vetme. Po, ashtu është vërtet. Atëherë një rukola e cila do të do t'i lidh mirë ato pjesët aty me njëra tjetrën. Ja, pra në këtë formë. Atëherë, ne mund të spjegojmë shumë mirë, unë jam shumë e kënaqur, sot, jam shumë e kënaqur, që arrita të realizoj atë pjesë të traditës së Gjirokastrës me tiganin karakteristik. Me gropa. Tiganin me gropa, po. Tigan 120 vjeçar. Tigan 120 vjeçar, po, duhet ta themi. Patjetër që duhet ta themi. Kemi përgatitur orizin, e kemi zier. Një përmbledhje kështu. Duhet bërë një përmbledhje. Po, duhet bërë një përmbledhje që kemi përgatitur orizin, e kemi zier atë. Unë e kam zier orizin, sepse ato gjirokastritet janë specialiste dhe e din edhe masën e orizit dhe masën e ujit. Duhet një oriz i zier. Jo i bërë qull, por i zier kokë. Unë e bëra me masë. Me thënë të vërtetën e bëra si pilafin. Megjithatë, me orizin la mama nga Hari Lena jemi të garantuar. Është siguria. Si të gjitha produktet që i marrim të kaushyn. Është shumë siguri, është e vërtet. Faktikisht nuk na u qull orizi. Jo. Është la mama, prandaj. Patjetër. Mbasi e kemi zier orizin, e lama të ftohet. Dhe kjo bëhet për arsye të vezëve që do të hedhim, në mënyrë që ato mos të priten, sepse pastaj nuk do ta luajnë rolin e tyre në kuptimin e lidhjes. Na prishet masa. Kështu që kemi ftohur orizin edhe pastaj kemi shtuar atje sipas shijes, i kemi hedhur dhe krip gjatë zjerjes, pastaj kemi shtuar vezët në gjysmë kile
Oriz, thonë zonja Gjirokastrite dhe zonja e cila më këshilloi mua, 7 dhe në 8 kokra vezë. Jo më tepër, dhe kripën, piperin e zi, edhe djosmën, apo në gjikun. Do t'ja thërmojmë dhe, ajo e bën atë aromën, si duhet. E kanë karakteristike të vetën, si erës. Veç kësaj, kemi vënë tiganin me zjarë të fort, do më thënë të skuqet, të mjaftueshëm. Dhe kemi përftuar këto rezultati qifqit e Gjirokastrite. Unë e falenderoj shumë zonjën. Po si a tha me emrin zonjës? Apo e ishte pak fanatik? Mbi emrin Kadare. Nga familja Kadare. Nga familja Kadare. Mirë, kaq mund të themi. Familje të shquara dhe për to. Der Gjirokastrite. Der me vargje, për qifqite, për të gjitha, apo jo? Po. Mirë, atëhere. Mbas qifqive kemi bërë? Pasi kemi bërë dhe qifqit, gati unë e kam kombinuar me një salat, një këpurt, një pjatë, është normale, apo jo? Po, është mjaftueshme për një persona. Këpurtat i kemi përgatitur me mishin e pulës, të cilin e kemi grimsuar mirë, dhe pastaj e kemi kaluar në skuqje me qepën. Kemi edhur qepën, e kemi bërë ato transparente, si që jemi mësuar, duke shtuar atje pak krip, duke shtuar atje pak piper të zi, dhe pastaj kemi shtuar mishin e pulës, apo fileton e pulës. Pasi e kemi parë që ajo kuptojt edhe nga aroma kur lëshon mishi, qepa, do më thënë që ka arritur në pikën e bërjes së vetë, pastaj kemi shtuar edhe bishtat e këpurdave. Edhe ato janë të coptuar të Pasi i kemi larë këpurdat, pasi i kemi kaluar në ujë të valuar pak, do më thënë, kur them pak 1 minutë. Aqë. Do të mbas valimit 1 minutë. Mos prishen. Po, që mos të mblidhen fare, se mund të mblidhen fare. Si mbushim dot pastaj? Pikërisht. Pas kësaj, i kemi mbushur ato, i kemi edhur djathtin guda, e kemi bërë në këtë formë. Kjo mund të pranoj dhe djathtin e mozzarellën. Edhe me djathë kaçkavall mund t'i bëni, por temperatura ishte 200 gradë, kura ishte shumë e nxehtë, dhe ne i kemi futur në këtë furrë të nxehtë. E kemi ulur temperaturën dhe 170 gradë, në mënyrë që të ketë edhe pak zjerje të brendshme. S'kan qëndruar shumë ato. Edhe kërpurdat ta japin atë shijen e vet. Kërpurdat para se t'i mbushim, ne i kemi lyer me pak gjallë. Nga brenda? Nga jashtë, jo nga brenda. Nga jashtë i kemi lyer. Po. Nga jashtë i kemi lyer, pastaj i kemi mbushur dhe për dekor i kemi edhe pak piper të kuq. Po, në rregull. Është gec ose jo? Sipas dëshirës. E kemi bërë një kombinim me salatën me moll, me rukola, me salatë jeshile, me pak fare domate për të krijuar atë variacionin e ngjyrës dhe disa bishta qepe të njom. Apo jo? Kemi vënë në fund fare. Kemi bërë një salcë, si kemi minutat, kemi bërë një salcë me vajin e ullirit, me uthull, edhe me uthull, aceto të koncentruar dhe uthull, dhe gjithashtu aceto a uthull është. Nga italisht e njëjtë. Po ka në përzierjen e vetë sheqerin, ka disa element, po. Ka disa lloj uthullash. Dhe e bëjmë një kombinim të tillë. Ne mund t'i provojmë edhe mund t'i provojmë, po në fakt na iku ora, t'i provojmë. Ne do t'i provojmë patjetër, nuk kemi që bëjmë juve. Të lumshin duar. Faleminderit. Dhe ju falenderojmë shumë të gjithë ju që qëndruat me ne, që gatuat me ne, në mënyrë të veçantë të gjithë zonjat Gjirokastrite dhe zonjën që na solli tiganin këtu në shtëpinë tonë në Rezë. Gjirokastra është kufirim, apo jo? Delvin Gjirokastra, aty jemi. Mirë, atëherë nesër do jemi prapë këtu në të njëjtën orë me zonjën Tefta dhe me receta të reja. Besoj që do na ndiqni.